E të dashur me qakuri këthujem për të vazhduar me mysafirën e parë për ditën e sotshme dhe ajo e cila vjen nga Kosova bëhet fjalë për atët e cila është në pozitën e drejtoreshës së shëndetësisë dhe mirëqenie sociale, bëhet fjalë për Kimete Kuka Hasallari. Përshëndetje dhe është kënaqësi të kem të ftuar në emisionin Vikend. Si kaluat rrugës? Ishte më lehtë tani të vini? Më lehtë, pasi është bë kombinimi i kufirit me një. Nuk kishte kolon diçka? Edhe unë kësaj radhe nuk e mendova që të shqetësohem sa i përket rrugës, sepse zakonisht shqetësoheshim për faktin që mundet të vënohen mysafirët që vinë nga Kosova, por tani më besoj që është ndoshta edhe më lehtë. Është shumë mirë ka qenë. Më trego si kalon një vikend për juve? Po tash si një grua, si një nën, normalisht gjithkush ato që jemi të angazhuar me punë, mundohemi që t'ja kushtojmë familjes, të gatuajmë për ta, sepse gjatë 5 ditëve të punës nuk kemi kohë mjaftueshme dhe të gatuajmë për ta, në përgjithësi me familje. Domethënë vikendi është me familje. Besoj që për çdo njeri mundohet maksimalisht që vikendi të përkushtohet familjes. Dhe sot që vikendin e ndave me ne, besoj që familja tani po të ndjek për nga ekrani televiziv. Patjetër. Më trego se çka të ka shtytë të ndjekësh shkencat juridike dhe a e ke ditë që në fillim që do të merresh me politika apo me menaxhim politik? Sepse janë dy drejtime të kundërta. Të kundërta, drejtën të them për studimet gjithmonë ka qenë dëshira, mirë po isha në atë kohën kur isha dy mendje, a të vazhdoj ose jo, sepse ishin kushtet e vështira ekonomike dhe financiare të familjes, sa që nuk dëshiroja të bëhesha barë për ta edhe të më përkushtonin edhe mua harxhimet e tyre, sepse po të studioje në Prishtinë, duheshin pothuajse një rrogë vetëm të orientohet për një student në familje, kështu që vendosa të heq dorë nga kjo ambicie, por të them të drejtën, shtytja më e madhe ka qenë nëna ime. Ajo nuk dëshironte që unë të isha një ambise dhe me patjetër më tha ti duhet të vazhdosh studimet, duhet të shoh tha një grua, tha një femër ambicioze të shkolluar dhe normalisht si çdo nën që dëshiron për vajzën e saj. Tha, mjaft kemi qenë tha vajza që kemi qenë pa shkolla, dua që fëmijët e mi të jenë dhe të edukohen. Kështu që isha mes studimeve për arsim parashkollor dhe mes shkencave juridike, por në momentin kur unë vendosa vetëm se afati i rregullt për studentat e rregullt kishte kaluar dhe më mbeti opsioni vetëm të studioja juridikun me afat korrespondencë që nuk kisha mundësi tjera. Tjera drejtime të përgjedhësh. Po më trego si ishte rruga nga Hani e Lezit deri te Universiteti i Prishtinës, me çfarë sfidash je përballur gjatë studimeve? Normalisht nuk kanë qenë sfida të lehta, sepse Hani e Lezit me Prishtinën kanë qenë goxha një distancë e madhe gjeografikisht edhe absolut nuk kanë qenë në këto infrastruktura rrugore me standardet që i kemi tani. Më saktë. Dhe po të vazhdoje rrugën Hani e Lezit Prishtinë dikun 2 orë 20 minuta mezi arrije dhe që kështu e kishim patjetër të banonim aty dhe nuk kishim as linja të autobuseve, kështu që e vetmja zgjidhje ishte përmes linjave të autobuseve Shkup-Prishtinë që ka qenë zgjidhje detyrueshme. Dhe normalisht ka qenë ndoshta muj me thonë periudha më e vështire jetës sime, sepse si një femër që isha e rritur në një komunë të vogël, në një vend që ishim shumë të kufizuar dhe llogaritë e koha ka qenë 5 vjet pas luftës, edhe me një mentalitet krejt më ndryshe, kur shkova në Prishtinë, një qytet shumë i madh, pothuajse metropolitan, me njerëz që vishin të rinj të shumë që vishin nga komuna të shumta të Kosovës, mentaliteti dhe përballja e mendimeve të ndryshme, kjo vërtet ka qenë sfida më e madhe jetës sime dhe më e vështira. Por normalisht me kalimin e kohës u ambientova, fillova të shoqërohem dhe nga ajo kohë që ishte më e vështira u kthye në një periudhë që besoj ka qenë periudha më e bukur e jetës sime, sepse fillova jo vetëm të mësoja nga shkencat akademike, por u bëra që në atë periudhë besoj jam formësuar edhe si person, sepse përballja me njerëz, përballja me sfida të ndryshme më ka formësuar shumë si person që jam sot. Edhe përballja pa familjen afër, vetëm. Absolut. Ajo ka qenë periudha më e vështirë. Po më trego se si ndodhi emërimi në pozitën e drejtoreshës së shëndetësisë dhe mirëqenie sociale. A ke pasur përgatitje të mëparshme për
menaxhimi institucional? Edhe emrimi si drejtoresh, përpozimi si drejtoresh ka ardhur në një kohë dhe në një periudhë që nuk isha e përgatitur për këtë pozicie, se nuk kisha pas përgatitje tjera institucionale dhe menaxheriale, pavarësisht që kisha të kryer fakultetin dhe masterin e shkencave juridike, nuk më ishte dhënë mundësia asnjëherë të punësohem askund. Mirë po, në atë kohë isha angazhuar që të kandidoja si kandidate për asambli komunale dhe kjo ishte një angazhim mirë po fatkeqësisht për disa vota nuk munda të arrije dhe t'jem pjesë e asamblesë komunale, kështu që isha e zhgënjur në ato momente, por kur më erdhi propozimi për drejtoresh, them të drejtën ka qenë periudha që isha më e lumtur, sepse po më vinte për herë të parë një propozim i tillë që unë të punoja dhe jo me pak përgjegjësi, kisha përgjegjësi të shumta dhe të udhëheqja një drejtori vërtet ka qenë sfiduese për mua, po mirë po në një moment ishte një mundësi e mirë për mua që ta sfidoj veten në aftësitë e mia profesionale dhe menaxheriale. Edhe pse nuk kanë pas të bëj absolut me profesionin dhe drejtorinë që unë në ato momente isha e propozuar të udhëheq. Po më tregoj që këtyre 3 vite e gjysmë, cilat janë disa nga arritjet që je më krenare në këtë pozitë me veten tënde? Po të them të drejtën, kam pas aktivitete shumëta që ndihem krenare për çdo aktivitet që kam bërë në drejtorinë e shëndetësisë, sepse është një mundësi shumë e mirë, se është një sektor që mundesh me bë shumë edhe të ndryshosh automatikisht jetën e qytetarëve, sepse edhe shëndetësia dhe mirëqenia sociale janë 2 sektore që kanë të bëjnë direkt me jetën e qytetarëve. Kështu që mundësia e parë që më dha si drejtoresh ishte ta funksionalizoj sektorin e stomatologjisë, sepse ishte një mungesë për shumë vite dhe qytetarët detyroheshin për një shërbim shumë të thjeshtë dhe një intervenim shumë të vogël të orientoheshin në ordinanca private, e që kjo ishte edhe një kost të shtesë për qytetarët dhe që ishte një barë realisht. Kështu që funksionalizimi i kësaj ka bërë që tjetë një ndikim drejt për drejt e qytetarët dhe i kanë mirëpritur shumë mirë. Kam edhe aktivitete tjera që realisht kanë bëjnë me promovimin dhe ndërgjegjësimin e sëmundjeve të ndryshme, e që më për zemër dhe me emocion e kam aktivitetin që e kam në muajin tetor dhe që i përkushtojmë ndërgjegjësimit e kancerit të gjirit. Është një nga muaj që e jap maksimumin, është një nga muaj që mundohem të jap atë atë maksimumin për të ndërgjegjësuar gratë, se një kontroll e thjesht mund t'ua shpëtoj jetën, e sidomos jam i lidhur shumë emocionalisht edhe me gratë e prekura me kancer, sepse janë ata që vërtet të frymëzojnë për jetën, sepse pozitivitetin që e tregojnë ata me sfidat që përballen çdo ditë më frymëzojnë dhe më japin kurajë të vazhdoj edhe mos ndalem për këtë drejtëri. Vazhdojmë me angazhimin tënd në politikë. Më trego se si erdhi momenti që ti t'jesh pjesë e një partie politike dhe pse në LDK? Ambicjet e mia asnjëherë nuk kanë qenë në politikë, të them kështu realisht, sepse nuk mendoja që mund të përballem politikës, sepse i dim se si funksionon politika, sidomos tek shqiptarët, mirë po ka qenë natyrshëm. Pse në LDK? Sepse gjithmonë si familje kemi qenë mbështetës dhe frymëzues nga i ndjeri presidenti Ibrahim Rugova, i cili njihet edhe si ati themeltar i demokracisë dhe i shtetësisë Kosovës dhe ka qenë njëri ndër themeluesit e parë dhe kryetari i parë i Lidhjes Demokratike. Dhe nuk kisha zgjidhje tjetër të shkoja në parti tjera sepse vlerat e mia ishin po në këtë subjekt. Si është të jesh një grua në politikë, veçanërisht në një komunë të vogël siç është Hani e Lezit, a është ndjer ndonjëherë vështirësia? Gratë në politikë, në përgjithësi jo vetëm në komunën e Hanit të Lezit, por në përgjithësi kanë vështirësi, sepse në krahasim me burrat më të sulmuarit jemi gratë. Gjithashtu kemi etiketime të ndryshme, mirë po jemi edhe ato që më të forta që mund t'i përballojmë edhe këto, pavarësisht se kemi edhe angazhime tjera në krahasim me burrat, sepse kemi familjen, kemi punën, gjithashtu edhe angazhimet politike. Por njëkohësisht është një hapësirë shumë e mirë që përmes politikës i vren edhe ndikimet dhe ndryshimet që mund t'i bësh në shoqëri dhe kjo pak a shumë e zbe atë lodhjen që e ke të përditshme. Je përmendur si vetëm një kryetare dege në nivel Kosove në atë kohë. Si ishte kjo ndjenjë? Të thash edhe më herët se nuk kisha ambicie për politikë, mirë po
kur më dha mundësia, është përgjithësi e madhe. Ishte një përvojë e re, normalisht, edhe në momentin që zgjedhem si kryetare e degës së Hanit e Elezit, edhe të them të drejtën nuk e dija që isha e vetmja. Kryetare, femër që udhëheqja në degë në një komunë. Por pasi u emrova si kryetare e degës në takimin e parë që kemi pas me kryetarin e Lidhjes Demokratike Zëri Lumin Abdigjiku, kur hynë në sallë, ishmi të ftuar vetëm kryetarët e degëve, sepse LDK-ja shquhet që ju jep hapësirë grave, sidomos në vendimarrje, edhe ka pas gra të shumta, por në degë nuk kishte rastis që nuk ka asnjë grua. Kur hy në mesin e 28 ose 9 burrave, e shoh vetëm veten grua në atë tavolinë. Aty e kuptova se çfarë përgjegjësie kam marrë, aty e kuptova edhe njëherët unë ndiva shumë krenare që nga një vend shumë i vogël, nga një komunë shumë i vogël mund të japim shembuj të mëdha që mund të marrin edhe gratë të tjera për të udhëhequr. Mirë, po pas 5-6 muajve mu bashkangjet edhe njëra nga degët e Prishtinës që ishte emëruar grua dhe kështu që u balancua, nuk ishe vetëm. Spaku nuk ishe vetëm në këtë rrugët e. Si e ke balancuar jetën familjare me karierën publike dhe atë politike, se e dim që momentin kur futesh në politikë edhe një person publik më, 2 fëmijë, punë, politik. Nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë, por gratë kur dojnë balancojnë gjithçka. Definitivist. Por normalisht duhet edhe përkraja e familjes, kështu që po mundohem edhe ti përkushtohem familjes, po njëkohësisht jena në pozita të tilla sa që shpesh herë ndodh që jemi edhe jashtë orarit zyrtar, që ndodh edhe vikendeve që siç jemi sot, të mos jesh me familje, por e kam mirë kuptimin e tyre dhe normalisht mundohem që gjej kohë edhe për punë, edhe të ofroj dashuri familjes. Më trego se çfarë vendimi, çfarë mbështetje ka qenë vendimtare për ty për të qenë në këtë rrugëtim? Padyshim familja dhe njëkohësisht burri. Po të mos ishte mbështetja e burrit, një grua në politikë edhe të sfidohet çdo ditë është e pamundur të arrijë vetëm. Ke pasur sigurisht, ke pasur edhe nga ato komentet negative, siç e potencove në fillim, etiketohen gratë në mënyra të ndryshme. Ka ndikuar tek ti? Në fillim po, se isha e papërvojë dhe çdo gjë e merrja shumë afër zemrës. Mirë, po me kalimin e kohës fillon bëhesh imune. Bëhesh më e fortë dhe i tej kalon gjithçka. Çfarë do t'ju thoje vajzave të reja që kanë ambicie për të ndikuar në shoqëri, por nuk ndihen të sigurta? Të them të drejtën, mos ta humbin vetbesimin edhe të kenë atë kurajon edhe të mos ndalen për asgjë. Pavarësisht gojëve të liga që vazhdimisht tentojnë edhe i dëgjon ato fjalë, ki nga ata që dyshojnë aftësitë tua, por mos u ndal asnjëherë. Po fillojnë nga vetja sepse kur ka marrë këtë pozitë, ka pas të tillë që kanë thënë nuk do të mund t'ia dalësh. Dëshmoje që mundesh dhe normalisht gjithmonë shkon në ato oazat që të punosh ndershëm, që ta kesh edhe suksesin e qëndrueshëm. Po nuk punove ndershëm, edhe po nuk kemi vetë besim të vetja, gjithçka do të jetë e dështuar. Kështu që mos i toleroni të tjerët të ndikojnë në aftësitë juaja, sepse vazhdimisht tentojnë t'ju bëjnë dyshim se për çfarë jeni të aftë të bëni. Me të vërtetë një mesazh i bukur. A mendon se vendet si Hani e Elezit ka nevojë për më shumë përfaqësim të grave në udhëheqje? Në këtë aspekt, si komunë e Hanit e Elezit, edhe pse jemi komunë e vogël dhe shpesh herë jemi etiketuar në frymën patriarkale, kjo ka ndryshuar dhe jemi komuna shembull në krejt Kosovën se në udhëheqje, sidomos në udhëheqje vendimarrëse, nga 9 drejtorisa ka komuna e Hanit e Elezit, 5 nga ato janë gra dhe vajza të reja. Kështu që jemi një shembull për gjithë dhe kur ka vullnet dhe besim, edhe ndryshimi është i natyrshëm. Kështu që për këtë jemi mirënjohës kryetarit komunës Zotri Mehmet Ballazhi, i cili na ka përkrahur dhe na ka dhënë besim që jo pak drejtori të rëndësishme, kemi drejtori shumë të rëndësishme që janë besuar grave dhe vajzave në Han të Elezit. Kemi të është në pah ajo që ti ke ambicet e tua janë shumë të mëdha, më trego se ku e sheh veten në të ardhmen? Të them të drejtën, derisa nuk kam hyrë në politikë, nuk kam pas ambicie. Tash si jam në politikë mendoj që mund të bëj diçka, sepse
është fakti evidentuar se përveç politikës nuk mund të ndikosh e të ndryshosh diçka në shoqëri. Kështu që po mendoj prapë të jem në politikë dhe deri pse jo në të ardhmen edhe një kryetare e komunës. Atëherë, s'na ngelen që tjetër po së të urojmë suksese dhe ishte me të vërtet kënaqësi e veçantë për mua që të kisha të ftuar në emisionin Vikend edhe pse jo, me qenë se Kosova dhe Maqedonia janë dy vendet, mendoj që më së shumti që vizitohen njëra me tjetrën, edhe shqiptarët e Maqedonisë së Veriut kishin pasur dëshirë që të dinin pak më tepër edhe për komunat në Kosovë se si po funksionojnë, që realisht janë gratë ata cilët janë pjesë dhe bartin institucionet të ndryshme, përgjegjësi të ndryshme dhe që gratë janë të forta. Pavarësisht atyre sfidave që kemi, normalisht nuk dorëzohemi asnjëherë. Unë jam e nderuar që isha pjesë e këtij emisioni dhe të falenderoj shumë për ftesën. Ishte kënaqësi e veçantë. Shpresoj të takohemi pse jo në të ardhmen si kryetare komunës. Të urojmë sukses atëherë. Faleminderit shumë. Të dashur miq, kjo ishte sa i përket bisedës në studio. Ne tani do të shkëputemi për disa minuta për të vazhduar më një herë edhe me mysafirin e ftuar tjetër të radhës.